Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Një pyetje thot: cili është gjykimi për atë i cili e lën namazin shkaku i magjisë, sihrit të fortë i cili ka ndikim derisa e çon në lënien e namazit, duke ju dhënë informat se para se të sprovohet me siher apo magji, ishte prej njerëzve të cilët e falin namazin rregullisht. Allahu i shpërbleft. Amin. Nëse sihri apo magjia ka ndikim të fortë derisa e çon në gjendje që ta humb vetdijen e tij dhe e pengon nga falja e namazit në disa kohë të namazit, ai është i arsyetuar për lënien e namazit në atë kohë, mirëpo kur të kalon në gjendje normale që nuk ka ndikim të fortë të magjisë, atëherë duhet që këto namaze ti kompenzon. Ka se thot Allahu Azza wa Jall: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu Azza wa Jall nuk e ngarkon një njeri vetëm atë sa ka mundësi. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an: Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Prej duave tona që Allahu Azza wa Jall na ka mësuar, thot: o Zoti ynë, mos na ngarkon neve me ndonjë barr të rënd përveç se atë sa kemi mundësi ta bëjmë dhe ta mbajmë atë. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall: fattaqullaha mastata'tum. Friksojeni Allahut aq sa keni mundësi. Lutim Allahun Azza wa Jall që këto të sprovuar nga sihri dhe magjia, Allahu Azza wa Jall t'u largon. Allahu Azza wa Jall t'i shëron sa më shpejt dhe le t'i përmbahen dhikrit të mbrëmjes, mëngjezit, namazin në kohë, të falet namazi në kohët e veta të caktuara, e sidomos kujdes të veçantë në namazin e sabahut, të dëgjohet Kur'an në shtëpi dhe as se si tingull muzike. Ka se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e sidomos surën Baqara. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e transmeton Abu Huraira, se në atë shtëpi në të cilën dëgjohet surja Baqara, shejtani largohet prej asaj shtëpisë. Largohet prej asaj shtëpie. Me një transmetim dhe 3 ditë nuk ka mundësi që të depërton në atë shtëpi. Pra të dëgjohet vazhdimisht Kur'an, nga se Kur'ani është shërim. E Allahu Azza wa Jall me këtë sprov, të cilën ka sprovu këto të cilët janë me magji apo me siher, Allahu Azza wa Jall dëshiron që t'u ngrit gradat dhe shpërblimet e tyre nëse janë prej dyrimtarëve dhe kthehen drejt Allahut Azza wa Jall. Dije vëlla motër i sprovuar me siher dhe magji, se Allahu Azza wa Jall ka dëshirë të ta dëgjon zërin tënd. Të gjithë ndoshta mërziten kur troket në dyert e tyre, mirëpo Allahu Azza wa Jall kur troket në derën e tij asesi kur nuk mërzitet, vetëm se gëzohet. Bile ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu hidhrohet kur robi i tij nuk e lut. Ndaj përmbaju Kur'anit, dhikrit, namazit, largim nga gjunahet, të mëdhaja dhe të vogla, në përdasmat e ndryshme, largim prej dasmave me muzikë, me harame, nëse janë shkak i sprovave. Nëse ti e hidhron Allahun Azza wa Jall në dasëm, e pastaj nusja sprovohet me siher apo dhëndri, me magji, e pastaj kalojnë deri në ndamje. Pse? Kanë thënë dietarët se ti e ke filluar me hidhrimin e Allahut. E pastaj normal që shejtani Allahu Azza wa Jall i ka dhënë hapësirë që ai të sulmon dhe të depërton me sysh dhe vjen shkatrimi dhe ngritet bereqeti. Pra ti i sprovuar me siher dhe magji, dije se ke ilaç, po ilaçi jot është Allahu Azza wa Jall, te lutja dhe largimi nga gjunahet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.